Atëherë mirë dita, mirë se keni ardhur në konferencën për media të trajnerit kombëtar shqiptare Silvinjo në shtëpinë e futbollit në prag të nisjes së grumbullimit për 2 miqësorët e muajit mars ndaj Kilit dhe Suedisë. Do ta nisim një herë me pyetje pa humbur kohë për trajnerin. Fillojmë me Kolin. Po, Sokol Gjani, Supersport. Mister, do doja ndalesh pak tek sulmi, besoj që është ajo që u bën, le të themi thonjza pak me dhimbje koke. Zgjedhjet për të lënë jashtë Mujën dhe Dakun kanë të bëjnë me vlerësimin që ke bërë deri tani apo për t'i dhënë mundësinë disa lojtarëve të tjerë për të provuar? Dhe diçka tjetër që lidhet me Arber Hoxhën, duke qenë se luan ansor i sulmit në krahun e majt, aty janë dhe Seferi Uzuni, do thotë që ndoshta njëri prej tyre mund spostohet edhe si alternativa e Hasanit në krahun e djathtë. Perfetto, mi mangiesci una goccia. Ci sta ragazzi, ma Coli, tu hai fatto la domanda e praticamente hai risposto benissimo. Daku, Muggia, Giassulla, loro hanno fatto un percorso importante da noi, hanno fatto bene. Sono calciatori che io ho in considerazione, ma certamente. Loro non sono qua, non è per scelta tecnica. Ha bisogno di osservare i calciatori. E quello mal di testa è il migliore che può succedere a un allenatore. Io voglio avere mal di testa, sono qua per quello. Ribadisco che Muggia, Daku, Giassulla sono calciatori importanti, sono presi in considerazione e vediamo, fa parte del nostro piano. Ma oggi io non posso portare 30-35 calciatori, è giusto, dobbiamo adesso, la risposta, parte della risposta è anche, dobbiamo osservare i calciatori come... La prima volta venne da noi Manai e Broglia la seconda volta, purtroppo la prima volta lui è rientrato perché era infortunato. Hoxha, che è un calciatore che da 3 mesi che noi siamo indietro da lui, è giusto, lui è un destro che fa esterno di sinistra. Dopo parlo con il calciatore, ma sempre lui è lì, alla sinistra, 100%, poi dopo parliamo, ma non penso che quello calciatore... ma vediamo se lui si sposta o gioca alla destra o no, ma la risposta è quella lì, dobbiamo osservare i calciatori. Io chiedo scusa, ma è lunga, parte dell'osservazione è una mica facile. Vuoi dire? Vai. Atëherë, sa I përket zgjedhjeve në sulm, është e vërtetë që ka shumë dhimbje koke për një trajner, por një dhimbje koke që është krejt normale dhe që është diçka krejt e pranueshme për mua, domethënë është diçka që unë e kam marrë parasysh. Këtë herë nuk do të jenë Daku, Muggia dhe Giassulla. Me ne në këto miqësorë janë lojtarë shumë të rëndësishëm, patjetër që I kemi në konsiderat dhe janë në planet tona, por ne duhet shohim, duhet të provojmë sa më shumë lojtarë në këtë moment. Lojtarët që ju përmendet pra Daku, Muggia apo Giassulla janë lojtarë të rëndësishëm, ne I vlerësojmë, I kemi në planet tona, por nuk mund të marrim dot 30 lojtarë me vete për këto 2 ndeshje, do t'i japim mundësinë edhe të tjerëve t'i vëzhgojmë nga afër se çfarë janë gjendën të bëjnë. Kemi Manen që unë e kam për herë të parë, po themi në kombëtare, kemi Brojën I cili vjen për herë të dytë, për herën e parë nuk kemi pasur mundësi ta shohim apo ta provojmë sepse ai u detyrua të largohej I dëmtuar. Ndërkohë që kemi marrë dhe Arber Hoxhën, I cili është lojtar shumë interesant, kemi 3 muaj që e ndjekim e vëzhgojmë nga afër, është një lojtar që luan në krahun e majt, por është një lojtar që kam preferuar e ka të djathtë. Kur të vi këtu patjetër do të shohim nëse ai mund të luajë edhe në pozicione të tjera, por që ai është një lojtar që është mësuar të luajë në krahun e majt. Por gjithsesi do t'i vëzhgojmë të gjithë. Mirë dita, mister. Ndoshta jeni më komod me sulmin dhe mbrojtjen, duke qenë se keni mundësi zgjedhje me lojtarët, por se me fush duken si pak lojtar. A jeni të kënaqur me këtë grup? Mjaftojnë vetëm këta lojtar? Dhe tjetra, çfarë prisni nga këto 2 ndeshje miqësore për të parë nga futbollistët?
nuk besoj se I konsiderojnë ndeshje miqësore, por gjithsesi çfarë prisni për të Yes. Perfetto. Andiamo alla prima parte. Quanto riguarda l'equilibrio di squadra, sono sì soddisfatto. Anche la parte offensiva e difensiva, noi abbiamo finito un girone importante di qualificazioni come la migliore difesa del girone, poi, ma certamente siamo soddisfatti del lavoro del centrocampista, dei difensori, ma anche degli attaccanti, perché si difendono tutti. Poi, quanto riguarda l'equilibrio di squadra, sì, ci sta. E non dimentichiamo, dobbiamo fare le osservazioni. Dalla prima domanda, osservazione, ragazzi, per cortesia, non è solo il calciatore dentro dal campo, si osserva già un calciatore quando arriva da noi, quando fa torello, quando fa possesso palla, quando fa calcio di piazzati offensivo, difensivo, quando va in gara 11 contro 11, campo ridotto, e certamente quando va al campo. Non vuoi dire che un calciatore che fa 20 o 25 minuti una gara, o 30 o 45, dice, buono, è poco. No, ma è poco perché al nazionale si lavora così, non c'è tempo, ma si osserva tutto, solo per capire che il calciatore là in l'arena. In l'arena, dal primo momento che arriva da noi domenica, noi siamo già da osservare l'atteggiamento e il buono di ogni calciatore. È vero, io non ci considero amichevoli, da tanti anni fa. Quello non c'è, tutte e due squadre sono forti, molto forti. Il Cile, Gareca, l'Argentino lo conosco, c'è il calciatore lì importante, il Cile è una scuola di calcio tecnico, dopo con calciatori come Alex Sanchez, Vargas, Isla, Diaz, sono calciatori importanti, c'è anche un calciatore, Cesar Perez, giovane, che è molto buon calciatore. In Svezia è fortissima, valori individuali pazzesco, livello alto, calciatori dal Manchester, dall'Atalanta, dal Tottenham, calciatori di tutte le parti, Wolfsburg, calciatori fortissimi. Poi noi dobbiamo provarci, non c'è amichevoli, e dobbiamo capire che noi sappiamo che adesso dobbiamo giocare a un livello più alto, perché dall'altra parte è anche più alto il livello di calciatori di gara. Dobbiamo provare e certamente dobbiamo migliorare. Atëherë, unë jam I kënaqur me ekuilibrin e skuadrës, qoftë në sensin ofensiv apo në fazën defensive. Shqipëria ka mbyllur kualifikueset në mënyrë shkëlqyer, pra duke pasur nga mbrojtjet më të mira të turneut. Sigurisht mbrojtja nuk është thjesht reparti I mbrojtës, por është e gjithë skuadra dhe unë jam I kënaqur për ekuilibrin që kanë pas lojtarët, sepse edhe mes fusha kanë mbrojtur, edhe sulmi ka ndihmuar, ka sakrifikuar shumë për të mbrojtur, por duam të specifikojmë thjesht diçka. Kur themi vëzhgojmë lojtarët nuk vëzhgohen vetëm në ndeshje, nuk është e thënë që luan 20-25 minuta apo 40 minuta dhe aty ti shikon lojtarin. Lojtari vëzhgohet në çdo moment, që në momentin që vjen, po themi të dielën apo të hënën në ekipin, shikohet në çdo detaj stërvitjes, shikohet te kuadratet, te goditjet standarde. Pra është një proces që fillon që në momentin që lojtari vjen në grumbullim dhe në vazhdimsi. Nuk është e thënë vetëm nuk mund ta vëzhgojë një lojtar vetëm gjatë një ndeshje. Siç e thatë, ju dini që ne nuk I cilësojmë kur ndeshjet si miqësore, nuk do doja ta përdoja si term, për mua janë gjitha njësoj të rëndësishme, kemi dy kundërshtar shumë të fortë përballë. Luajmë ndaj Kilit, një skuadër shumë e njohur dhe me lojtar shumë fort në përbërje, ka një trajner si Gareca që e njoh shumë mirë dhe jam mjaft teknik, kam emra si Alexis Sanchez, Diaz, Vargas apo edhe Perez, I cili është një lojtar shumë interesant. E njëjta situatë mund thuhet edhe për njëjta panorama edhe për Suedin, një skuadër shumë e fortë, sidomos në aspektin individual, ka lojtarë shumë të talentuar që luajnë me klube të mëdha si Manchester United, Atalanta, Tottenham, Wolfsburg, janë vërtet një skuadër me element shumë të mirë, ndërkohë që ne na mbetet që të provojmë ekipin tonë në këto dy ndeshje. Kemi parasysh që vështirësia sa vjen e rritet dhe ne duhet të bëjmë hapin përpara që edhe ne të përshtatim me nivelin sa më të lartë që na ofrojnë sfidat e ardhshme. Adesso sarò più corto. Ci do la risposta un po' corto. Mister, këtë
Këto dy ndeshje miqësore do vendosin përfundimisht dilemat e vogla që keni për listën finale të Europianit apo edhe performanca e muajve të mbetur, gjithmonë nëse nuk kanë një dëmtim që nuk ja urojmë askujt. Janë shumë decisive këto dy miqësore për disa dilema që ke në skuadrën finale në kokë, besoj e ke ekipin në kokë se kush do grumbullohet. Sì, Shandet. Sì, le parole saranno importanti, non lo so determinanti Gerti, ma importanti sì, molto importanti, perché io, come tutti gli staff, non possiamo dimenticare tutto il percorso che abbiamo fatto, ma sarà importante, noi sappiamo sì, tutte le altre nazionali praticamente ci portano 25, 26, qualcun altro 27 calciatori, questo è il momento di provarci qualcosa, da vedere un calciatore, di fare osservazioni, certamente. Determinante non so, ma molto sicuramente importantissima sì. Pra, janë dy ndeshje shumë të rëndësishme për qëllimin që ju sapo thatë, pra për fazën finale të Europianit, por nuk mund të them që është vendimtare, kemi parasysh që nuk do të harrojmë, ka një historik, pra ka një rrugtim të çdo lojtari për të ardhur deri këtu dhe nuk mund ta harrojmë. Gjitha ekipet kanë marrë nga 25, po t'i vëmë 25, 26 lojtarë, ndoshta edhe më shumë dhe mendoj që ky është momenti që ne të provojmë sa më shumë element. Mister, përshëndetje. Ju thoni që është e vërtet që rrugtimi që ka ardhur deri tani duhet të ketë parasysh. Po në anën tjetër keni Manaj për herë të parë dhe Brojon që vërtet vjen për herë të dytë, por nuk e keni patur kurrë në dispozicion. Sa e vështirë bëhet për ju që të mund duhet të lini jashtë dikë nga atë që ju solli deri në Europian? Poi io io penso che quello è una sofferenza da maggio. Oggi non ci penso neanche in quello lì. È vero, noi abbiamo un percorso e abbiamo 2 gare ancora in più. Dobbiamo valutare tutto, ma in questo momento siamo molto, molto concentrati su queste 2 gare che sono difficili e dopo sì, a rientrare a aprile poi lì in ufficio a gara si vede tutto, si riparti da marzo, la prima gara a Varsovia contro Polonia e si fa tutta una valutazione. Ma lì sì, lì sarà difficile perché io come ex calciatore lo so, ma adesso non ci penso neanche. Sono molto, molto carico nel senso di tutte e 2 gare, di lavoro e su tutto di osservare tutti i calciatori. Dal primo momento, io domani sono il primo ad andare al campo, alle 12, mezzogiorno sono al campo perché quello è il nostro lavoro. Ribadisco che dobbiamo anche alzare questo livello di calcio, di tutto, da fasi possesso, fasi non possesso, calcio di piazzati, perché andiamo a giocare a un livello alto. Alto no, altissimo, e noi dobbiamo prepararci bene per quello. Dura, lasciamo quello per maggio. Pra, sa i përket zgjedhjeve që na duhet bëjmë që stafi teknik duhet të bëjë për Europianin, është diçka vërtet është situatë delikate, por trajneri preferon që këto vuajtjet i lërë për në maj, sepse tani si çdo trajneri nuk e kam mendjen fare tek zgjedhjet, tek lista finale e muajit qershor. Është vërtet që ka një rrugtim për çdo futbollist, për çdo lojtar për të ardhur deri këtu, ndërkohë që ne kemi përpara 2 ndeshje shumë të rëndësishme, ku ne duhet të vlerësojmë çdo futbollist, të vlerësojmë çdo mënyrë loje, 2 ndeshje shumë të vështira dhe pastaj pasi të mbarojmë miqësoret në muajin prill dhe në vazhdim ne do të ulemi me stafin, të analizojmë çdo lojtar dhe do na duhet pastaj më vonë të marrim vendime, por për momentin nuk e kam fare mendjen tek lista finale e Europianit, jam shumë i fokusuar tek puna, jam shumë i fokusuar tek 2 ndeshjet e marsit. Jam i pari që do zbres në fushë që nesër, aty fillon është puna ime, por është shumë rëndësishme që
do na duhet të ngrim akoma nivelin e ton të lojës në çdo aspekt, në çdo drejtim, edhe duhet të jemi të përgatitur sa më mirë. Avete paura dell'effetto che avrà il reinserimento di Broja, Anai, Kumbula nello spogliatoio quando vengono qua, cioè l'effetto che daranno e intanto ha lasciato fuori dei giocatori che hanno un contributo importante nel frattempo, un contributo importante nella qualificazione dell'Albania ai finali di Euro. No, da rispondere è facile, nel senso, no, paura mai. E un'altra cosa importante che loro sanno dal primo giorno, la nazionale è aperta, sempre stata aperta. Noi non siamo una società che abbiamo 23, 24, 25 calciatori, andiamo in avanti, aspettiamo il mercato, poi lì una finestra da prendere uno, no, ho già da 3 mesi, mi ricordo l'ultima gara che ho visto da lui, adesso 2 giorni fa, ma già da 15 giorni noi andiamo indietro di tanti calciatori. Dopo osserviamo, valutiamo e andiamo in avanti io sono assolutamente convinto, questa è l'idea, una nazionale aperta. Abbiamo preso in considerazione tutti i calciatori, ma no, il spogliatoio c'è un rapporto fra loro molto buono, molto bello, fra tutti loro, e non penso diverso di questa situazione, mai, non penso. Për raporti që kanë lojtarët në dhomat e zhvesës është shumë i mirë dhe as që jam i shqetësuar për këtë aspekt. Nuk patjetër që nuk kam as pak frikë për efektin që mund të kenë hyrjet e reja, apo themi lojtarët që kthehen në kombëtar apo vinë për herë të parë. Ata e dinë mirë që një kombëtar e ka gjithmonë derën të hapur, nuk është njësoj si një klub që ka 24-25 lojtarë dhe duhet vazhdoj përpara me këtë grup dhe ndoshta kur të hapet merkato mund të ndërhyjë për të marrë lojtar të tjerë. Kemi rastin e Hoxhës për shembull që është një lojtar që ne ndjekim siç e tham prej 3 muajve, e kemi vëzhguar dhe ndërkohë ashtu si Hoxhën ne kemi shumë lojtarë të tjerë që i vëzhgojmë, i monitorojmë rregullisht dhe më pas marrim mendimet tona duke vlerësuar. Pra siç e tham, ekipi është gjithmonë me derën hapur për lojtarët e ri që për rikthime dhe të gjithë janë ndërgjegjshëm për këtë. Diciamo se noi perdiamo le partite, cioè ci saranno risultati negativi, quanto pressione pensi che potrà avere questa sconfitta per esempio, sapendo anche il fatto che noi siamo balcanici, siamo un po' così, vogliamo sempre vincere e forse una sconfitta può mettere sotto pressione la squadra. Quanto sei preoccupato di questo fatto? Ma guarda, il calcio ci proporziona andare al campo, vincere, pareggiare e ogni tanto perdere, ma noi quando lavoriamo sulla gara non ci pensa neanche, andiamo al pareggio. Mi ricorda Moldova, tu vai lì per vincere, ma mister un punto, ma impossibile. Io l'ho detto in quell'occasione, ragazzi, impossibile. Io dopo 30 anni di calcio, certamente ho giocato e sono giovani, ma io non mi ricordo di una strategia di andare a una gara e dice guarda, noi solo andiamo a 90 minuti a non prendere un gol, impossibile, tu la prendi. Non si pensa a lavorare e fare una gara e dice guarda, perdiamo, no, possiamo vincere, pareggiare o perdere. Non posso dimenticare di dire anche, ragazzi, non so se tutti sanno, perché Aglieti e Smiley sono infortunati. Abbiamo visto immagini questa settimana
settimana abbiamo parlato con i dottori, Stessina, i dottori di tutta la società, anche abbiamo sentito tutti i due calciatori, non si rischia ragazzi, sono fuori, non può venire, spiace, è un po' calcio, vedi come è una nazionale così, ci arriva, rientra Kumbula, abbiamo Vezzelli, abbiamo altri calciatori, Mersinai, dobbiamo osservare tutti, e questo è un po' del lavoro, ma quanto riguarda il risultato no, dopo certo si lavora per vincere, per quello io non ci credo ma neanche la parola amichevoli, già da tanti anni fa. Pra, në futboll ka 3 rezultate, ka fitore, ka barazim, por ka edhe humbje, por kur ne punojmë nuk bëjmë as pak llogari për rezultatin që për marrë, nuk shkojmë kur për të marrë një pikë, një barazim, apo ne shkojmë gjithmonë për të fituar, më kujtohet ndeshja me Moldavin, kur gjithë thonin mister ti do shkosh atje dhe na duhet një pikë, shkojmë luajmë për të barazuar, por as pak nuk është nuk funksionon kështu. Ne nuk mendojmë asnjëherë që të futemi në ndeshje me objektiv tjetër përveç se fitores. Sa i përket mungesave, duhet të theksoj, Ajeti dhe Ismaili nuk janë me ne sepse janë të dëmtuar, ne kemi folur me stafet teknike, kemi folur me lojtarët dhe nuk mund të rrezikojmë pasi ato kanë probleme fizike. Ndërkohë ne do të kemi Kumbullën, Veseli, Mersinaj në pjesën mbrojtëse dhe janë lojtarët që do t'i vëzhgojmë gjithë nga afër, por nuk mendoj për sa i përket rezultatit, nuk mendoj asgjë tjetër përveç se të futemi në këtë ndeshje për t'i fituar të dyja. Ernest Muccio. Duke qenë se keni marrë shumë sulmues këtë herë, a do të provoni të luani në këto miqësore me 2 sulmues deklaruar dhe tjetra është nuk kemi asnjë lajm për rinovimin. Çfarë keni biseduar me presidentin Duka? Portato tanti attaccanti in queste partite. C'è la possibilità di provare un altro schema, per esempio giocare con 2 attaccanti, fare una prova, diciamo, la prima domanda, la seconda domanda, non sappiamo niente del rinnovo. Avete avuto tempo di parlare con il presidente Duca riguardo il vostro rinnovo, del nuovo contratto? La prima Tanti attaccanti, giusto. Cambio di schema, Poi sì, è un momento di osservazione importante, come l'ho detto in tutto allenamento, anche in allenamento andiamo a provare qualcosa, in una nazionale non si può perdere tempo, tutto l'allenamento si fa con senso, il calcio è giusto, ma in nazionale ancora di più, perché non ha tempo. Tutti gli allenamenti che noi andiamo a fare 6 contro 6, 7 contro 7, 8, possiamo sì certamente provare l'abbinamento di un calciatore con l'altro su tutto, io ci credo di più ancora di un schema tattico, più di un calciatore che dice guarda questo con questo, ma loro si trovano benissimo, c'è un bellissimo abbinamento fra loro, ci possiamo provare in allenamento e certamente forse in gara. Vediamo, sì, abbiamo, ma no un cambiamento di modulo, non è precisamente questo che pensiamo, dopo si cambia, non è un problema. Quanto riguarda no, il contratto, no, noi abbiamo un rapporto con la federata molto buono, stiamo lavorando, l'ho detto già una volta ragazzi, tutti noi siamo con l'europeo, quello si spende tanta energia, c'è tanto da fare, l'avversario è difficile, quando rientro dopo di queste 2 gare parliamo di più sul girone sui nostri avversari, ma sono forti, ma da lì, da poi andare all'europeo e fare, poi quello già ti brilla l'occhio. No, noi siamo tutti lì solo a pensare all'europeo, non siamo preoccupati di questa situazione. Atëherë sa i përket provave apo ndryshimeve që mund të bëj stafi teknik në këto 2 ndeshje, është momenti sigurisht të provojmë, por kontare nuk është se ka shumë kohë në dispozicion për të bërë eksperimente, pra koha shumë e kufizuar. Sigurisht në stërvitje ne do të provojmë shumë mundësi, shumë lojtar, edhe do të shohim ndoshta në një ndryshim eventual. Se ku lojtarët shohim dhe ku lojtarët ndihen më mirë në çfarë lloj pozicioni, por edhe mund të ndryshojmë. Megjithatë
nuk jam shumë dakord, nuk mendoj tani për një ndryshim modeli faktikisht. Ndërsa sa i përket kontratës, ne kemi folur edhe në të kaluarën, kemi një raport shumë të mirë me presidentin Duka, pra me federatën dhe me drejtuesit, por po punojmë shumë për të përgatitur sa më mirë për finalet e europianit dhe shpenzojmë shumë energji. Do të kemi përballë kundërshtar shumë të vështirë në fazën finale në grup. Dhe për sigurisht që jemi shumë të kënaqur, shumë të gëzuar sa herë që kujtojmë që do të shkojmë në Euro, është diçka shumë e bukur, por nuk jam as pak i shqetësuar për çështjen e kontratës dhe në momentin e duhur do të ulemi të flasim. Mister, vini thuajse tashmë në prag të këtyre finaleve, ndërkohë nëse nuk ju shqetëson kontrata, a ju shqetëson fakti që një pjesë e lojtarëve të kombëtarë që na sollën deri këtu nuk luajnë më rregullisht në klubet e tyre? I referojmë këtu Bajramit, po ashtu Seferi, Broja, Kumbulla, një sër lojtarësh pra të cilët kanë qenë dikur kyç, janë kyç, por që nuk kanë shumë minuta. Non sei preoccupato per il contratto, però certo, per la condizione. Sì, il fatto che i giocatori sì, è giusto, bravo. Ho preso la idea, certo. Quello sì, è vero, noi non possiamo dire di no, nel senso, no, ci sta, ragazzi, gioca, se non gioca. È la vita di un calciatore, la vita di un lavoratore, più gioca meglio. Ma certamente io anche come allenatore, un head coach, se un calciatore mi fa una domanda o cambiamento o qualcosa, ma io ti sento, ascolto, ma non mi sento in grado da dire indietro un calciatore deve cambiare o fare, no. Io sempre osservo i calciatori, magari possono giocare e fare un sforzo possibile e impossibile per andare al campo sempre, perché il lavoro della società li porta un calciatore ancora meglio da noi, quello è bellissimo. Cioè, ma lì non ci mettiamo la mano, non sappiamo, l'unico che non possiamo dire è bugia, no è vero, non ti preoccupare, no, preoccupa, ogni volta che vediamo un calciatore giocano, no, ma pazienza, poi lì non possiamo fare niente, dobbiamo lavorare quando loro vengono da noi. Pra, po është një fakt që ka lojtarë që nuk aktivizohen rregullisht me klubet e tyre dhe sigurisht që është një problem. Do doja që të gjithë të aktivizoheshin edhe të kishin sa më shumë minuta, por nuk është se kemi gjë në dorë në këtë drejtim. Unë flas rregullisht me secilin prej tyre, por nuk është se kam mundësi t'i them dikujt mund të luash, shko luaj ti apo qëndro di kjo skuadër apo shkon një skuadër tjetër. Shpresoj shumë që të gjithë të kenë minuta në këmbë. Është shumë e rëndësishme puna që ata bëjnë te klubet, sepse nëse punojnë mirë te klubet apo nëse luajnë rregullisht, kur vinë kombëtarë janë akoma dhe më në formë. Patjetër jam i shqetësuar, nuk është i fakt që më shqetëson, por shpresojmë që në vazhdimsi të situata të ndryshojë. Mister, Vjosana nga Ora News, nga cili lojtar pritet Silvinjo që të surprizohet, le të themi kështu, në këto miqësore, siç bëri Yasir Hasani, le të themi në kualifikueset që le pas. Çfarë? C'è un giocatore che aspetti che ti possa stupire, come è successo per esempio con Asani, che è rientrato, cioè è venuto per la prima volta e poi ha fatto boom, è stato un successo. C'è un giocatore che tu ti aspetti che ci può sorprendere, è un aspetto positivo in queste due partite? Io come allenatore sì, mi aspetto che un calciatore riesca ad andare al campo e fare bene. Questo è un po' tutto il lavoro di un corpo tecnico, di un staff che abbiamo visto tanti, certamente, cioè, altri calciatori che sono conosciuti in tutto il mondo, ma anche c'è calciatori che sono in società un po' piccola, poi noi dobbiamo andare indietro, se loro vengono da noi magari possono fare veramente bene. Quello è un sogno di un allenatore, portare un gran calciatore al campo e che lui possa sviluppare. Magari può succedere, noi sogniamo che ci possono arrivare di più. Ho detto sempre, la nazionale è aperta, ragazzi, quello è sano, è buono per tutti i calciatori andare al campo e dice guarda io pedalo, devo lavorare forte per garantire il mio posto. E così magari
C'è un altro, ma 14 anni, ma no, manca ancora tanto. Pra, po sigurisht që kam pritshmëritë e mia për lojtarët, qoftë edhe për lojtarët caktuar që të bëjnë mirë në këto dy ndeshje dhe vërtet na surprizojnë, por kjo është puna jon, puna e stafit, punojmë edhe me lojtarë që mund të jenë shumë të njohur, që luajnë klube të mëdha, por kemi edhe lojtarë që luajnë klube të vogla, por që mund të bëjnë shumë mirë, mund të hyjnë në fushë dhe të shpërthejnë siç ndodhi në rastin e Hasanit, dhe sigurisht që në këto dy ndeshje ne shpresojmë, urojmë që të kemi vërtet surprizat mira në këtë moment. Çdo lojtar duhet të mendoj për të punuar, për të fituar vendin e vet në fushën e lojës dhe për të na surprizuar. Po mund të ketë edhe një lojtar që unë mendoj se do më surprizoj apo më befasoj, por është akoma ai që kam në mendje është akoma i vogël, kështu që do të presim disa vite për të mund të jetë 14 vjeç. Manca. Okej. Mister, përshëndetje, Ervin si nga Vision Plus. Do të ribëja në fakt pyetjen që bëri kolegu Ende Tufa në një formë tjetër. Ne tradicionalisht kemi pasur situata shqetësuese sa i takon minutave në këmbë që kanë futbollistët tanë. A është ky një barometër në lidhje me përzgjedhjen që do të bëhet për kampionatin evropian të futbollistëve, pra do të ndikojë tek disa prej lojtarëve që u keni në mendje për thritur në Europian, dhe këtu e kam fjalën më së shumti për problematikën që kemi në port sa i takon minutave. Por tjerët tanë nuk kanë minuta për të vërtetës, dhe kjo duket që është shqetësuese. Në edicionin eliminator Berisha kishte goxha minuta në këmbë sepse ishte duke luajtur me Embolin, ndërkohë që prej muajsh është në stol.